Mëngjesi ka nisur me trazira në aeroportin e Vlorës për shkak të përplasjes së punonjësve të dy kompanive, 2A Group të Valon Ademit dhe Mapco e Bexhet Pacollit. Sipas burimeve, 2A Group nuk lejon hyrjen e 200 punonjësve të Pacollit në kantier. Njëkohësisht këta të fundit kanë bllokuar hyrjen e aeroportit dhe nuk lejojnë lëvizjen e mjeteve. Ngjarja vjen pas përplasjes në gjykatë mes Pacollit dhe Ademit dhe fitores së këtij të fundit në apel, që i njoh administrimin e aeroportit të Vlorës dhe vendosi sigurim pa dije deri në shqyrtimin e plot gjyqësor të çështjes. Ismet Pacolli nga kompania Mapco thotë se dy kompanitë gjenden në gjykatë dhe është drejtësia që vendos përvimin e çështjes. Sipas tij, punonjësit e kompanisë Mapco dhe nën-kontraktorëve të tyre janë telefonuar mbrëmjen e kaluar dhe njoftuar se nuk duhet të vinin në punë ditën e sotme. Megjithatë, duke mos pasur komunikimin zyrtar, punonjësit janë prezantuar në punë, por nuk janë lejuar të hyjnë brenda ambienteve të aeroportit. Nën-kontraktorët me kontratat e Vias edhe të Mapcos. Ata kërkojnë me hije me punuem, t'i kryjnë punët e tyne. Për t'i kryer punët e tyne, e kanë afatin deri në fund të muajit. Prej fundit të muajit, ju nevojiten 10 ditë për t'i nënshkrua situacionet e tyne edhe për t'i dërgua fakturat për pagesë. Këta kanë hallin e tyne, edhe unë e kom hallin e atyne. Çka na bojna në mes veti, mes Mapcos edhe Vias, apo shtetit, kush i drejton atë punë. Kush e ka bërë ndalimin? Kush e ka ndaluar sot me urdhër jo zyrtar të kujt është bërë ndalimi hyrjes punonjësve? Është bë prej disa punonjësve të Vias që punojnë këtu. A e kanë autorizimin për të marrë vendimin edhe pse jeni brenda kontratës tani? Nuk e di unë, a kanë autorizim, a nuk kanë, do t'ja kërkoni atyne autorizimin. Mirë, po sido që tjetë, nuk bëhet këja punë mas orës 21 mbrom, për sot nuk vinim punë. Asni punëtor e kryen punën këta në ora 5, mas voni, edhe kanë shku në shpe. Qysh mi lajmëru në nën kontraktorët, që nesër nuk punohet, nuk kina mujtë. Sot kur kanë ardhur është porta e bllokuar. Afatet përfundimtare kur janë të përfundimit të punimeve të firmës? Ato ndohen me legje dhe me prokurori edhe në mes Vias edhe Mapcos. Po, unë e kom hallin të punëtorët të nën kontraktues të motër. Po. Çka më ju bë këtyne? Këta janë të pafajshëm. Çfarë foj kanë këta? Kanë bë kontratë me neve. Për çdo muaj deri në fund të muajit e përfundojnë këtë muaj. Mas fundit të muajit ju nevojiten 10 ditë për të nënshkrua situacionet edhe për t'i dërgua fakturat për pagesë. Këta na duhet t'i paguajmë. Edhe njerëzën e punëtorit duhet paguar. Nuk mundna na mi paguë sot për nesër, derisa nuk nënshkruhen situacionet. Për më nënshkruar situacionet duhet të jenë njerëz prezent. E kryejnë muajin, e përfundon muajin, edhe e kontrollohen punë që i kanë krye, nënshkruhen që kja punu krye, që kja do të kryet. Në që në 10 ditëve, këta i përfundojnë edhe fakturat, edhe situacionet, edhe punë. Keni folë me dikët nga firma tani? U ka dhënë ndonjë përgjigje ose policia? Policia janë këtu, unë nuk u mujt me hyje me bisedua me policinë, as mu më dëgjua policia muaj, mirë po këta janë ka e kryjnë punën e vetë. Këta nuk mujnë me hapë porten, na me hyje ose me na blokuaj. Por e ngjizojnë situatën. Na kërkojna prej Vias, që ata që kanë tentu edhe që ata që kanë bëhe blokaden, që të vinë ose këtu, ose ne të shkojnë në zyret e tyne. Bëhet fjalë për punonjësit që punojnë brenda terminalit, në ambientet e jashtme dhe zjarr fikse. Afati këtyre firmave që u ndaluan për përfundimin e punimeve është fundi i muajit maj, i cili është shtyr edhe për 3 muaj, pra gushti është afati përfundimtar. Sipas Ismet Pacollit, s'ka pasur asnjë lajmërim zyrtar për situatën e cila prek punonjësit.